Nuk ka këtu keq përdorim të parasë publike, so nuk e di cila transparencë ju mungon, ata mund të thonë diçka, por nuk është e vërtetë. Vërteta është që ne jemi duke bërë një punë jashtëzakonisht të mirë, një punë e cila në radhë të parë shkon në dobi të qenëve të cilët kemi mbrit deri me tani me i largu prej hapësirave publike, që janë dikun përafërsisht 1300, me pretendim që ne tani të vazhdojmë me këto aksione të largimit qenëve ndasak nga hapësirat publike dhe që numri i gjithsej qenëve të larguar në këtë vit të mbri shifrën prej 2000. Nuk ka këtu keq përdorim të parasë publike, sepse ne kemi bërë një analizë paraprakisht dhe pastaj kemi edhe një vendim të asamblesë komunale që të gjitha adoptuesit e qenëve për shkak të kostave që i kanë ata në mbajtjen e tyre të subvencionohen me 50 euro në muaj për një qenë të adoptuar. Kështu që këtu kemi bërë një gjë e cila ka qenë nga ana jonë e nevojshme, por edhe e mirë menduar, sepse ne duam që këta qenë përfundimisht me largimin e tyre nga hapësirat publike mos ta kanë më asnjë brengë të vetme. Këta qenë me ditën e parë të largimit nga hapësirat publike nuk janë më qenë në ndasak, por janë qenë me kulm mbi kokë, janë qenë të cilët e kanë ushqimin e garantuar, janë qenë të cilët kanë tretman veterinar, janë qenë të cilët kanë higienë sanitare, janë qenë të cilët nuk ju ekspozohen rrezikeve të cilat ju ekspozohen kur ata janë në rrugë, qofshin nga veturat, qofshin nga sjelljet agresive të njerëzve. Do thotë ne kemi bërë shumë çka për të mos thënë gjithçka që këta qenë ta kenë një jetë shumë më të mirë se sa që e kanë pas duke bredh rrugëve, shesheve, hapësirave publike dhe duke kërkuar ndoshta ushqim në mbeturinat e kryeqytetit. Unë i kuptoj asociacionet, shoqatat që përkujdesen për mbrojtjen e kafshëve, që mund të kenë ndonjë informacion të mangët për këtë proces i cili po ndodh. Fatkeqësisht kemi edhe raste të tilla të atyre që janë të përfshirë në këto shoqata që nuk janë dashamerës të proceseve, por janë bllokues të proceseve, andaj me ta nuk kemi gjetur mirë kuptim. Ne ju kemi bërë thirrje prej momentit parë kur kemi filluar me këtë aksion të largimit të qenëve nga hapësirat publike dhe të dhënies së tyre në adoptim, që të kërkojmë nga të gjithë përfaqësuesit e të gjitha shoqatave që mirën me mbrojtjen e të drejtave të kafshëve që ata të na ndihmojnë për dhënie të qenëve në adoptim dhe që sa më pak të kemi dhënie të qenëve në adoptim kolektiv, por që të përkujdesemi bashkërisht të çdo qenë ta ketë një shtëpi. Do thotë kjo është motoja jonë, çdo qenë të ketë një familje, më mirë ta themi, se jo një shtëpi, por një familje. Kjo është ajo rreth së cilës ne duhet bashkërisht të gjithë me qytetarët, po njëkohësisht edhe me të gjithë përfaqësuesit e shoqatave për mbrojtjen e kafshëve, punojmë bashkërisht që të arrijmë objektiven tonë të fundit që çdo qenë ta ketë një familje. Po nuk e di cila transparencë ju mungon, ata mund të thonë diçka, por nuk është e vërtetë, sepse e vetmja gjë që dëgjova që pati ankesë ka qenë mos mundësia e qasjes në strehimorën tonë, mirë po këta nuk po e kuptojnë që ne strehimorën si strehimore për t'i mbajtur qenë afatgjatë në te, akoma nuk e kemi lëshuar në shfrytëzim. Ne e kemi lëshuar në shfrytëzim që nga 11 shtatori viti 2024 vetëm qendrën e veterinarisë, aty ku bëhen kontrollat veterinare, ku bëhen operacionet e qenëve, ku bëhet natyrisht shërimi i tyre, dhe ata e kanë një qëndrim maksimal 5 ditor dhe pastaj ipën në adoptim, sepse strehimorja e qytetit me vetë faktin që nuk i plotëson kushtet dhe mundësitë nga kapacitetet që ka për t'i pranuar gjithë qenë, atëherë kemi vendosur që të mbetet një strehimore vetëm për qenë me nevoja të veçanta, do thotë për qenë me një moshë tepër të thyer, për qenë që kanë ekstremitete të dëmtuara, për qenë që kanë alergji, për qenë që kanë nevojë permanente të veterinarëve, do të shndrojnë në strehimorën tonë, ndërsa qenë të tjerë do ipen në adoptim, sepse po them kapacitetet e kësaj strehimore janë të mangët.